Fëmijët që hapën varrin e babait pas 15 vitesh në majën e një kodre të vogël në jug të Shqipërisë, ndodhej fshati Zgjan. Një vend i harruar nga koha, ku dimrat ishin të gjatë dhe njerëzit ende flisnin për shpirtrat që nuk gjenin prehje. Aty, në një shtëpi të vjetër Guri, jetonin 3 fëmijët e familjes Deda, Arjani, Besa dhe Elona. Babai i tyre, Gëzimi, kishte ndëruar jetë 15 vjet më parë në rrethana që askush se kishte kuptuar plotësisht. Thuhej se kishte pësuar një atak zemre gjatë natës, por askush nuk e kishte parë trupin e tij para se të mbyllej arkivoli. Në ditën e varrimit, nëna e tyre Shpresa kishte ndaluar këdo që të afrohej shumë. Mos e prekni, mos e shikoni, është më mirë kështu, kishte thënë me një zë të dridhur dhe askush se kishte guxuar ta kundërshtonte. Që nga ajo ditë, një hije e ftohtë kishte mbetur pezull mbi shtëpinë e Dedasve, vitet kaluan. Fëmijët u rritën, secili mori rrugën e vet, por fati i të atit mbeti si një plag që nuk mbyllej kurrë. Një mbrëmje të erët tetori, një letër pa emër mbërriti në shtëpinë e Arjanit në Tiranë. Letra kishte një fjalë të vetme të shkruar me dorë të dridhur. Hape varrin. Arjani e mbajti letrën në duar për minuta të tëra. E ndjeu aromën e vjetër të lagështirës si erë toke dhe myku. Fillimisht mendoi se ishte ndonjë lojë e shëmtuar, por pastaj diçka brenda tij u trazua. Një kujtim i errët, një natë kur kishte dëgjuar nënën duke qarë e përshpëritur. Mos më ndëshko, o Zot, mos më ndëshko. Të nesërmen ai mori makinën dhe u nis drejt Zgjanit. Rrugës, një ndjenjë ftohësie i mbërtheu gjoksin. Sa më shumë afrohej te fshati, aq më i thellë bëhej zëri që i përsëriste në kokë. Hape varrin. Shtëpia e vjetër e familjes Deda ishte e mbuluar nga barishtet. Dritarët e thyer obori i heshtur. Vetëm era lëkunte derën që varrej në një varse të ndryshkur. Brenda nëna e tij, Shpresa, jetonte ende e vetmuar. Tani ishte bërë një hije e gruas që kishte qenë dikur. Kur Arjani hyri në dhomë, ajo ngriti syt ngadalë dhe zëri i saj u drodh. E dija që do vije, kush ta tha? Pyeti Arjani, ajo buzëqesh i hidhur si dikush që s'ka më çfarë të fsheh. Ai më tha në ëndër. Ai do që ta hapni. Është koha. Arjani u largua prapa instinktivisht, po flet për babën, po tha, ajo dhe uli kokën. Nuk ishte siç mendoni ju. Asgjë nuk ishte siç mendonit ju. Të nesërmen, Arjani kontaktoi motrat. Besa, me e madhja, jetonte në Itali dhe nuk donte të dëgjonte asgjë për këtë çështje. Ti si je në vete? I tha ajo në telefon. Varrin e babës pas 15 vjetësh. Do të tallesh gjithë fshati, por Elona me vogla ishte ndryshe. Unë do vi, i tha me një zë të ftohtë. Kam ndëruar edhe unë. E pash babin që po më thoshte më nxirr nga errësira. 3 ditë më vonë, të 3 fëmijët u gjenden në oborin e shtëpisë, në shiun e imët të nëntorit. Nëna i priti pa folur. Vetëm kur pa në sytë e saj, e kuptuan se ajo dinte shumë më tepër se sa kishte treguar ndonjëherë. A do ma thuash pse? Pyeti Arjani, jo tani, u përgjigj ajo. Do ta shihni vetë. Por mos u tronditni nga ajo që do gjeni në mesnat me ndihmën e një varmisi të vjetër të fshatit, ata filluan të gërmonin. Balta u ngjit në duar, erë rënd doli nga dheu i lagësht. Çdo goditje e lopatës dukej si një thirrje që vinte nga nën toka. Kur arritën te kapaku i arkivolit, varmisi u ndal. A jeni të sigurt për këtë? Pyeti me zë të ulët. Arjani e pa në sy dhe tunte kokën. Hapeni, kapaku u ngrit ngadalë. Era që doli prej tij ishte aq e fortë, sa Besa u tërhosh me dorë mbi goje. Por nuk ishte era ajo që i tronditi. Ishte ajo që pan brenda. Arkivoli ishte bosh, vetëm një copë letre e zverdhur që ndronte në fund e mbuluar me balt. Arjani e mori dhe lexoi me zë të dridhur. Nëse e lexoni këtë, atëherë më në fund më keni gjetur. Por unë nuk jam më këtu. Besa shpërtheu në britma. Elona u mbështet pas trungut të një peme duke dridhur buzët. Që do të thot kjo? Pyeti ajo. Kush e ka bërë këtë? Nëna që kishte qëndruar në distancë, ra në gjunjë pranë varrit. E dia, përshpëriti ajo. E dia që s'do ta gjenet. Ai s'është aty. Nuk ka qenë asnjëherë. Arjani e kapi për krahësh. Ku është babi, mam? Ajo ngriti syt ngadalë dhe lotët ju përzien me baltën. Ai s'vdish atë natë Arjan. E varosa gjallë, një heshtje e akullt ra mbi varrez. Zëri i zogjve u shua. Edhe ra, ndaloi sikur po dëgjonte.
Arjani ndjeu se po I dridhej bota nën këmbë. Çfarë the shpresa u ngrit, fytyra e saj ishte e zbet si hiri. Ai më detyroi. Ishte I keq, Arjan. Ai nuk ishte ai që mendonit ju. Në atë natë diçka ndodhi. Dhe unë s'mund ta lejoja të jetonte më. Elona e përqafoi Besën, e cila po qante me zë. Çfarë I ke bërë, mam? Do t'ju tregoj gjithçka, tha shpresa. Por jo këtu. Ai ende është gjallë në një farë mënyre, dhe nëse e keni hapur varin, tani ai do vijë për ju. Shielli I zgjanit ishte I mbuluar me re të zeza atë mëngjes. Shiu kishte pushuar, por toka ende mbante erën e dheut të hapur. Varin e kishin lënë të zbuluar, asnjëri nuk kishte guxuar ta mbillte sërish. Askush s'fliste. Vetëm era përplasej në degët e lisave që rrethonin varreza, sikur po përshpëriste diçka që vetëm ata mund ta dëgjonin. Arjani ndezi një cigare dhe shndroi përballë varit bosh. Fjalët e nënës I vërtiteshin në mendje si jehon e varrosa gjallë. Nuk kishte asnjë mënyrë që kjo të ishte e vërtet, apo kishte, besa kishte marrë rrugën për në shtëpi e tronditur. Elona e ndoqi pas, por hapat e saj ishin të pasigurt, sikur çdo gjë përreth po e shtypte. Kur arritën në pragun e derës, shpresa I priti me një batanie mbi supe, sytë fryrë nga të qaret. Ju thashtë mos e hapnet, tani është vonë. Kush është ai? Mam? Bërtiti Arjani, duke përplasur derën pas vetes. Çfarë ke bërë? Ajo ngriti sytë ngadalë me një lloj qetësie të frikshme. Ai s'është si të tjerët, Arjan. Ishte njëri I errët, dhe unë mendova se kisha ndaluar për gjithmonë. Por tani që vari u hap, ajo që mbaja brenda dheut nuk është më aty. Në mbrëmje shtëpia e vjetër mori një pamje që s'duhet të kishte. Oxhaku nxirrte tym të dendur, dritat e qirinve ndriçonin muret e lagura. Arjani dhe motrat rrinin në tryez, ndërsa nëna përzien çajin në tenxhere me një dorë që I dridhej. Më tregoni, tha më në fund Elona me një zë të butë. Kush ishte vërtet babai? Shpresa e uli shikimin në duar. Ishte mjek, e dini, por jo një mjek si të tjerët. Ai studionte gjëra që s'duhet I prekte njeri. Ishte fiksuar me vdekjen, me kalimin e shpirtit, me kthimin e tij. Çfarë po thua, mam? Përshpëriti Besa. Babai ishte normal, jo, ja ndërpreu shpresa. Netëve zbriste në bodrum dhe qëndronte me orë të tëra. Kam par libra që nuk I kam gjetur kur në për librari. Shkruante simbole, mbante copa kockash në kavanoz, gjak kafshësh një natë, gjeta diçka. Një shishe të vogël me një copë letre brenda ku shkruaj. Nëse nuk më ndal dot në jetë, më ndal pas vdekjes. Në atë çast, një trokitje e fortë u dëgjua nga dritarja. Të 3 fëmijët u kthyen me njëherë, por jashtë s'kishte askënd. Vetëm drita e hënës që përhapi mbi oborin e errët, Elona u ngrit ngadalë dhe hapi dritaren. Një erë e ftohtë hiri brenda, duke shuar flakën e qiririt. Kur ajo e ndezi sërish, pa diçka në mur, 3 shenjat e errëta, sikur dikush kishte përplasur gishtat e tij të mbuluar me bajt. Arjani u ngrit me njëherë. Çfarë është kjo? Nëna e tyre I pa me frikë. Ai po përpiqet të kthehet. Atë natë askush nuk fjeti. Në orën 3 pas mesnate, Besa dëgjoi hapa të ngadalshëm në korridor. Mendoi se ishte Arjani, por kur doli nuk pa askënd. Vetëm 2 shemeja e drunj që çkrishej vet. U kthye në dhomë, por dera u përplas me forcë pas saj, në pasqyrën përballë shtratit. Për një çast pa diçka, një fytyrë buri me sy të zbrazët dhe fytyrë të zverdhur si tokë e tharë, ajo bërtiti aq fort sa zgjoi të tjerët. Arjani hiri me vrap, por pasqyra tashmë ishte bosh. Ai ishte aty. Thëriste ajo, duke treguar me dorë. Ishte ai, e pash mjaft Besa, tha Arjani, I bindur se tronditja po I luante mendjen. Por kur ktheu kokën, vuri re diçka tjetër. Në 2 sheme kishte një gjurmë balte e freskët që të çonte drejt derës. Të nesërmen, Arjani vendosi të zbres në bodrumin që kishte përmendur nëna. Prej vitesh, dera ishte mbyllur me dritë të ndryshkur. E theu me forcë dhe një erë vjetër lagështire e mbërtheu me njëherë. Në qoshe kishte tavolina me kavanos të mbushur me lëng të erët, copa kockash të mbështjella me pëlhur dhe një libër të trash me mbules lëkure. Ai e hapi. Faqet ishin të mbushura me shkrime të palexueshme, por në fund një faqe e fundit kishte një shënim. Kur shpirti ndahet me dhunë, nuk gjen prehje. Nëse varos trupin pa rritin e faljes, ai do të kthehet te ata që e kanë mbyllur. Arjani ndjeu sikur diçka I shtrëngoi kraharorin. E mbylli librin me vrull dhe doli jashtë. Në korridor e priste nëna me fytyrën e zbehtë. E pe, apo jo?
E pyeti ajo me zë të ulët. Tani e di çfarë bëri ai. Ai donte të sfidonte vdekjen. Dhe tani ju e keni zgjuar në mbrëmje ndërsa po përpiqeshin të qetësoheshin, një erë fort shpërtheu dritaret. Dritat u fikën. Nga bodrumi erdhi një zhurmë e rënd, sikur diçka e madhe ishte rrëzuar. Elona u afrua me qiririn në dorë dhe pa derën që lëkundej ve, nuk shkojmë poshtë, tha Arjani. Kash mjafton për sot, por dera u hap vetë me një krismë. Nga errësira doli një aromë e fortë si erë dhe ujë prishur. Në mor u shfash një hije që lëvizi ngadalë drejt tyre. Besa e rrëzoi qiririn, drita u shua dhe një zë i thellë u dëgjua nga brenda, më varroset gjallë, por unë ende frymoj. Të tre fëmijët u tërhoshën duke u përplasur me muret. Nëna që qëndronte në qoshe filloi të pëshpëriste një lutje të vjetër me fjalë që asnjëri si kishte dëgjuar më parë. Dritaret u mbyllën me forcë dhe një zhurmë e çuditshme përshkoi shtëpinë, si frymëmarrja e dikujt që vjen nga toka, pastaj qetësi. Një heshtje e rëndë që të shurdhonte kur u ndez përsëri qiriri, në mor ishin shfaqur 4 shenja balte, jo më 3, Arjani kuptoi. Tani nuk ishin më vetëm 3 fëmijët dhe nëna. Ai ishte aty. Me ta, në orën 5 të mëngjesit, një krismë e fortë i zgjoi sërish. Nga dritarja pan se vari që kishin hapur një natë më parë ishte përsëri, mbuluar me dhe. Por dikush kishte lënë mbi të një objekt të vogël, një unaze vjetër floriri me inicialet GD, e njëjta që babai kishte mbajtur gjithmonë në gishtin e gjathë. Kur Arjani u përkul ta merrte, toka në këmbët e tij u drovlet sikur diçka poshtë po lëvizte. Ai ngriti syt nga motrat dhe tha me zë të ngjirur, nuk ka mbaruar, ai ende është gjallë. Në horizont doli drita e parë e agimit. Por për familjen Deda, nata nuk kishte mbaruar ende. Në fund të asaj dite, ndërsa dielli perëndonte, shpresa mblodhi fëmijët pranë gjakut. Tani duhet të dini gjithçka, tha ajo me një zë të thata. Gëzimi nuk ishte vetëm burr dhe baba, ai ishte diçka tjetër. Ai i përkiste një rrethi të fshehtë që besonte se shpirti mund të rikthehet nëse vullneti është më i fortë se vdekja. Dhe unë ndalova, por nuk e shkatërrova dot. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti Arjani. Do të thotë se tani që e keni zgjuar, ai do kërkoj trupin e tij. Dhe nëse nuk e gjen, do marr trupin e njërit prej jush, të 3 heshtën. Jashtë, nata po binte sërish dhe era sillte me vete aromën e baltës dhe të shiut. Në dritaren e erët, për një çast, një dorë u shfaq mbi xham dhe u zhduk menjëherë, nëna ngriti kokën, ai ka zgjedhur. Në mëngjesin pas natës së gjatë, nëna nuk kishte fjetur asnjë minutë. Shirin digjeshin ende në çdo qoshe të shtëpisë. Aroma e dyllit të djegur përzihej me erën e dheut që vinte nga dera e hapur. Në sytë e saj shihej një lodhje e thellë, por edhe diçka tjetër, një frikë që kishte pritur 15 vjet për t'u rikthyer. Arjani i ulur pranë dritares shikonte varin nga larg. Asgjë nuk kishte ndryshuar përveç një detaji të vogël, dhe duke sikur lëvizte ngadalë si frymëmarrja e diçkaje që po merrte jetë poshtë. Ai nuk ja tha askujt. Besa, e cila se kishte përtipur ende atë që kishte parë në pasqyrë, rinte e heshtur e zbehtë. Vetëm Elona duke ndryshe. Kishte një qetësi të ftohtë në fytyrë që si përkiste më asaj vajze të butë që kishte ardhur nga Tirana disa ditë më parë. Duhet të ikim nga kjo shtëpi, tha Besa. Çfarëdo që ndodhi, s'është puna jon më. Ai është i vdekur, mam, i vdekur. Shpresa ngriti sytë dhe foli me një ton të ulët, por të prerë. Jo, bia ime. Ai s'është i vdekur. Ai është zgjuar dhe tani kërkon hak. Në mbrëmje ndërsa nata po afrohej, Elona qëndronte në obor. Shikonte drejt varet me sytë e ngulitur. Arjani doli për ta thirrur brenda, por kur ju afrua, pa diçka që ja ngriti gjakun në vend. Ajo kishte në dorë unazën e artë me inicialet GD, të njëjtën që ai kishte parë mbi vara të mëngjes. Ku e gjete? Pyeti ai. Elona ktheu kokën ngadalë dhe buzëqeshi me një qetësi të frikshme. Ai ma dha. Tha se tani është koha të flasim. Zëri i saj ishte ndryshe, më i thellë, më burrëror. Arjani u tërhosh një hap prapa. Elona, kjo nuk është shaka, ajo e vështroi drejt në sy. Nuk është shaka, është hakmarrje. Në atë natë shtëpia mori frymën e ferrit. Shirin fikeshin vet, dritaret përplaseshin dhe muret qanin si të gjalla. Elona ecste ngadalë nëpër korridor, me sytë gjysmë të mbyllur, sikur po udhihej nga dikush tjetër. Nëna u hodh përpara saj, duke mbajtur në dorë një krish të vjetër druri. Largoje nga ajo trup, gëzim. Nuk do ta marrësh vajzën time.
Bërtiti ajo me një forcë që vinte nga frika, jo nga guximi, Elona ndaloi. Një buzëqeshje e çuditshme u shfash në fytyrën e saj. Ti më varose gjallë, shpresa. Tani unë do të varos ty dritat shpërthyen. Zhurma e erës u përzije me britmat e fëmijëve. Arjani e kapi motrën për krahësh, por një forcë e padukshme e hodhi përtej dhomës. U përplas me murin dhe ndjeu një përplasje të ftohtë që ja mori frymën. Kur gjithçka u qetësua, Elona ra në tokë e pa ndjenja. Shpresa nxitoi dhe i vuri dorën mbi ball. Ishte e ftohtë, por gjallë ai është brenda saj, përshpëriti ajo. Ai ka hyrë në gjak. Besa filloi të çante me dëshpërim. Çfarë do bëjmë tani? Do ta ndalojmë, tha Shpresa me vendosmëri. Por duhet të bëjmë ritualin që nisa atë natë para 15 vitesh. Ai nuk u krye kur plotësisht, prandaj shpirti i tij mbeti mes dy botëve. Çfarë rituali? Pyeti Arjani, një lidhje e gjakut. Unë e lidha shpirtin e tij me një objekt që tani është zhdukur. Unaza ishte vula, dhe tani që e ka Elona, ai është i lirë. Të nesërmen në mëngjes Shpresa u fut në bodrum dhe filloi të kërkonte midis librave të gëzimit. Pas disa orësh gjeti një faqe të shputur, të njollosur nga koha. Ishte një udhëzim i shkruar me dorë. Nëse shpirti rikthehet përmes trupit, djeg gjakun që e mban. Vetëm zjarri e ndan botën e gjallë nga ajo e vdekur. Në të njëjtën kohë, Elona, që ndodhej në dhomë lart, filloi të fliste në gjumë. Fjalë të pakuptueshme të thella me një theks që si përkiste më asaj, nuk më shpëtoni dot, ajo më ka tradhtuar. Kur u zgjua, sytë e saj ishin të errët si pa dri. Në mbrëmje, Besa e pa të pasqyra duke qëndruar përpara vetes dhe duke përsëritur një fjalë të vetme, toka. Sa herë që e thoshte, toka jashtë dritares dridhej lehtë sikur e ndjente zërin e saj. Shpresa e mori për dorë. Elona, dëgjoje zërin tim. Ti nuk je ai. Ai nuk të zotëron dot nëse e kundërshton. Ajo u kthye dhe për një çast fytyra e saj u ndriçua nga drita e qiririt. Por sytë nuk ishin më të saj. Ti e di ç'bëre atë natë, nën, foli me zë të ulët burrëror. Ti më mbylle, më theve kockat me duar, më mbulove me dhe e bëre, ndërsa unë të thërisja me emër. Shpresa e la dorën dhe u tërhosh. Jotët i rridhnin në faqe, sepse ti kishe vrarë nënën tënde, gëzim. Ti sishte më njeri në atë moment, një erë e ftohtë kaloi në përdhom. Elona ra në gjunjë duke bërtitur nga dhimbja. Drita u fik, dhe në mor u shfash përsëri ajo hije e njohur, por këtë herë më e qartë, një burr me fytyrë të gërvishtur, duar të mbuluara me bajk dhe syt bosh, ai u kthye nga Shpresa dhe tha me një zë që e mbushi dhomën, ti më more jetën, tani do të ma kthesh. Në orën e mesnatës, ndërsa shiu përplasej mbi dritare, Shpresa ndezi zjarin në oxhak dhe mori një tas me ujë të shenjtë. Ky është momenti, u tha fëmijëve. Nëse nuk e ndalim tani, Elona nuk do zgjohet më kur. Arjani u gjunjëzua pranë saj, i gatshëm të ndihmonte. Besa mbante në dorë një qiri, Elona qëndronte e shtrirë në dysheme me frymëmarrje të ngadaltë. Nga buzët i dilnin përshpërima të huaja. Nëna filloi të recitonte fjalë të lashta në një gjuhë që asnjëri nuk e njihte. Uji në tas filloi të vloi pa zjarr. Papritur, Elona u ngrit në këmbë me syt hapur dhe qeshi me një zë që nuk ishte i saj. Mendon se mund të më djegësh përsëri. Shpresa, zjarri nuk më mban më. Unë jam pjesë e gjakut të tyre. Ajo e shtyu nënën dhe hodhi qirinë përtej dhomës. Arjani u përpoq ta ndalonte, por një forcë e padukshme e rrëzoi përsëri. Dritaret u hapën dhe një rrymë e fuqishme erdhi nga jashtë duke shpërndar hirin e zjarrit në ajër. Në atë moment, Besa pa diçka që i ngriti zemrën në fit. Nga sytë e Elones po rrithte një vijë gjaku, por jo e kushe, ishte e zezë si hi i lëngshëm. Në mes të rrëmujës, Shpresa mori guximin e fundit. Mori librin e gëzimit dhe e hodhi në zjarr. Në emër të jetës, largoju nga gjaku i bijës sime. Bërtiti ajo, një brit me fort mbushi shtëpinë. Dritat shpërthyen dhe për një çast u duk sikur muret u dridhen. Elona ra përsëri pa ndjenja. Zjarri u shua vetë. Në ajër mbeti vetëm aroma e djegjes dhe një përshpërim e zbet që vinte nga flakët që po shuheshin. Nuk mbaron këtu. Në agim shtëpia ishte në heshtje. Elona ishte gjallë por e dobët. U zgjua me sytë e lodhur dhe pa kujtesë. Çfarë ndodhi? Pyeti ajo, askush si dha përgjigje. Vetëm nëna e saj e përqafoi fort me lot në sy, por ndërsa Arjani po përpiqej të rregullonte dritaren, pa diçka që i ngriti gjakun. Në xham ishin formuar 3 fjalë të shkruara nga brenda me balk të njomë, do të kthehem. Në atë çast dielli linte mbi zgjan.
Era sillte me vete një zhurmë të çuditshme, si një frymëmarrje që vinte nga toka. Dhe në Varez, ku vari I gëzimit ishte sërish I qetë, një fije e vogël dhe u ngrit lehtë, si dorë që përpiqet të dalë përsëri në dritë. Era frynte fort atë mëngjes në fshatin e vogël ku ndodhte gjithçka. Shielli ishte ngjyrë gri, sikur edhe ai po përgatiste ndonjë zbulesë të errët. Në shtëpinë e familjes Hoxha, tensioni mund të pritej me thik. Që prej natës kur ata pan me sytë e tyre trupin e babait që nuk ishte trup, por një shtrirje e panjohur kockash dhe sendesh që s'duhet të ishin aty, asnjëri nuk kishte fjetur më qetë, Ardiani kishte filluar të shihte gjëra. Jo në ëndra, por si hapur, në korridor, në qoshe të dhomës, në pasqyrë. Ishte gjithmonë I njëjti figurë, një burr I veshur me rroba të vjetra që nuk e kishte fytyrën plotësisht të dukshme. Kushje I kishte thënë një herë me zë të ulët, por figura ishte zhdukur, duke lënë vetëm një erë të rëndë dhe një fshfërim si fryma e dikujt që sapo kishte kaluar. Nëna Mimoza kishte filluar të dridhej sa herë që ndizej Oxhaku. Zjarri s'është më I njëjtë, thoshte ajo. Ka ersi si mik varri. Ajo nuk e përfundonte kur fjalin. E bia e lira e ndjente që diçka e keqe po afrohej, por nuk e dinte çfarë. Çdo ditë që kalonte pas hapjes së varrit dukej sikur shtëpia humbte dritë. Dritarët nxinin më shpejt, qirin digjeshin më ngadalë dhe zoq nuk afroheshin më në obor. Një natë, ndërsa Mimoza po përgatiste çaj në kushin, dëgjoi trokitje në derën e pasme. E dinte që askush nuk vinte nga ajo anë, ishte rrugë që të çonte drejt Varezave. Trokitja u përsërit këtë herë më fort. Ajo u afrua me druajtje, duke marrë me vete një thik të vogël thjesht për ndjenjën e sigurisë. Kur hapi derën, nuk kishte askënd. Vetëm një cop letër në tokë, në letër shkruaj me dorë të dridhur, mos e kërkoni më atë që duhet të mbetet I fshehur. Mimoza uli letrën me duar që I dridheshin. Shkronjat ishin të njohura, shumë të njohura ishin të gëzimit burrit të saj të vdekur. Ajo njohu mënyrën si ai bënte gërmën, zemra I rahu fort. Nuk është e mundur, pëshpëriti. Ai ka vdekur, ne e varosëm ne, por mendja I kujtoi diçka tjetër. Ajo nuk e kishte parë kur trupin e tij kur ishte varrosur. E kishte parë vetëm arkivolin e mbyllur. Kishin thënë që trupi ishte në gjendje të keqe pas një aksidenti. A ishte vërtet brenda? Apo kishin varrosur diçka tjetër? Në atë moment, dera e kuzhinës u përplas me forcë dhe u hap vetë. Një erë e ftohtë depërtoi brenda duke I fikur qërind. Ajo ndjeu një frymë në qafë, një zë që pëshpëriti aq afër sa e preku. Mimoza, pse më zgjuat? Ajo bërtiti, Ardiani zbriti me vrap nga dhoma e sipërme. Kur hiri, nëna ishte në tokë me sytë e zgurdulluar, fytyrën e zbet dhe letra ishte zhdukur. Ai e çoi me një herë në shtrat, ndërsa Elira u përpoq ta qetësonte, por ajo përsëriste vetëm një fjali. Ne nuk duhet ta kishim hapur, ne nuk duhet të nesërmen. Ardiani vendosi të shkojnë në arkivin e komunës për të kërkuar dokumentet e vdekjes së babait. Zyrtari, një burr I moshuar që mbante syze të trasha, filloi të kërkonte në regjistër. Pas disa minutash, ngriti syt I habitur, nuk e gjej dosjen e tij. Si nuk e gjeni? Duhet të jetë aty. Viti 2009, Gëzim Hoxha, aksident me makinë. Zyrtari fshiu balling. E kam parë dikur, por është fshirë nga sistemi. Si të mos ketë ekzistuar kur. Ardiani ndjeu një therrje në stomak. Kush mund ta ketë fshirë? Zyrtari ngriti supet. Vetëm dikush nga brenda. Ose vet ai. Në atë moment, u dëgjua një zhurmë e çuditshme nga fundi I korridorit të errët të zyrës, një derë që u përplas fort, pa asnjëherë pa njëri afër. Zyrtari ngriti syt me frikë. Kjo ndodh që kur fshihen emra që s'duhet të fshihen, tha me zë të ulët. Ik, djalë, mos hulum të më. Ardiani u kthye në shtëpi me zemrën që I rrite si daulle. Elira e priti në derë, e di I tha ajo para se ai të fliste. E pash prap në pasqyrë. Ishte ai. Kush? Baba. Të dy u ulën në dhomën e ndenjes. Dritat filluan të dridheshin. Nga Oxhaku dolën zhurma që ishin të zakonshme për zjarr, si rënkime, si një zë që përpiqej të fliste mes flakëve. Një hije lëvizi në mur, pastaj një tjetër. Elira ndjeu se dikush po e prekte në sup. Ardi tha me zë të ulët, ai nuk vdish kur. Në atë moment, dera I jashtme u hap me krismë dhe nga obori dëgjuan hapa të rënd që afroheshin ngadalë, të rregullt si të dikujt që po ecën pas shumë vitesh pushimi. Ardiani u ngrit, mori një shkop hekuri dhe u drejtua drejt derës.
Kur e hapi, para ti nuk kishte njëri vetëm baltë, por në mes të baltës ishin gjurmët e këpucëve të vjetra të babait. Gjurmë që të çonin drejt varit të hapur. Nëna u zgjua atë natë në mes të britmave. Është këtu ulëriti ajo. Është në obor, do t'ju marr. Ardiani dhe Elira dolën me vrap jashtë. Era ulërinte dritat e shtëpisë Sufikën. Në mes të oborrit, pranë pemës së vjetër të kumbullës, ndodhej një hije që nuk lëvizte. Një formë njerëzore, me krah të varura, me kokën ulur. Kur ngriti sytë, fytyra ishte e gëzimit, por e deformuar si e djegur me njërin sy të errët si boshllëk. Ju nuk duhet të më ngjallnit, tha ai me zë që vinte si nga thellësia e tokës. Ajo që gjetet nuk isha unë. Ishte ai. Elira bëri një hap mbrapa. Kush ai? Çfarë po thua? Gëzimi ngriti dorën, tregoi nga shtëpia drejt oxhakut. Ai është aty brenda. Ai më mori trupin. Ju e keni hapur varin e gabuar. Fjalët e fundit u përzien me një ulërim që s'ishte njerëzore. Hija u shpërnda në ajër, ndërsa toka u drodh nën këmbët e tyre. Nga oxhaku i shtëpisë shpërtheu një tymë i zi që u përhap në ajër si një re e gjallë. Elira ra në gjunjë. Zoti im, çfarë kemi bërë? Në atë moment, toka pranë varit u hap sërish si të kishte diçka brenda që kërkonte të dilte. Një dorë e zezë e tharë u shfash mbi sipërfaqe. Ardiani bërtiti, nuk është baba. Toka u përmbys dhe nga vari doli një trup tjetër, jo gëzimi, por dikush që i ngjante tmerrsisht atij, me të njëjtin fytyrë, por me sytë e kuq dhe lëkurën si hi. Ai u ngrit ngadalë dhe një zë i thellë që s'u kuptua nëse ishte njerëzor apo jo, pëshpëriti. Unë jam ai që ai varrosi, dhe ju më çliruat. Era frynte e ashpër atë mëngjes, sikur të donte të fshinte çdo gjurmë të asaj nate që kishte ndryshuar gjithçka. Shielli ishte i zymt me rreth të dendura që shtriheshin mbi fshat si një mbulesë plumbi. Brenda shtëpisë së vjetër të familjes Hoxha, tymi i qirinëve ende mbante erën e dyllit dhe aromën e rënd të lagështirës që vinte nga muret. Elira, e ulur pranë dritares, mbante në duar librin e vjetër që kishte gjetur pranë varit të babait. Kapakët e tij të trash prej lëkure ishin të përpirë nga koha, por brenda faqet ruanin një histori që asnjë prej tyre nuk e kishte imagjinuar. Ishte një ditar me shkrimin e gëzimit babait të tyre. Zemra i rrihte fort, ndërsa i lexonte rreshtat e parë. Në çdo fjalë kishte diçka të errët, diçka që dukej se nuk ishte shkruar nga një njeri i zakonshëm. Në fashën e parë, gëzimi kishte shkruar: nëse ndonjëherë ky ditar hapet, e keqja do të zgjohet. Nuk më vran njerëzit, por fjalët që thash dhe gjërat që pash. Ai që i lexon këto rreshta, le ta dije, mëkati nuk është në varr, por në gjak. Elira ndjeu një të ftohtë që i përshkoi shtyllën kurrizore. Në atë çast, dera e dhomës u hap me një krisje të fortë. Ardiani hiri brenda, fytyra e tij e zbet, sytë e fryrë nga pagjumësia. Lexove diçka? Pyeti ai me një zë të dridhur. Po. Ai shkruante për një mallkim të gjakut. Thoshte që babai im kishte bërë një marrëveshje me diçka. Ardiani uli kokën. Ai e dinte tashmë diçka që nuk kishte guxuar ta thoshte. Elira, ti kujton natën para se të vdiste babai? Kur ra ajo furtunë e madhe, po ishim fëmijë dhe dëgjuam një ulërim që vinte nga bodrumi. Ai pshertiu. Ajo nuk ishte ulërim e erës. Ishte babai duke bërë diçka. Në atë kohë isha vetëm 8 vjeç, por e pash nga shkallët. Ai po fliste me dikë që nuk shihej. Dhe në dysheme kishte vizatuar një rreth me gjak. Elira u ngrit me një herë në këmbë, librin e mbajti fort në duar. Do të thotë që ai e solli mallkimin vet? Jo, tha Ardiani duke ngritur kokën. Ai po përpiqej ta ndalonte. Një zhurmë e thellë u dëgjua nga poshtë, nga bodrumi. Shtëpia u drodh, sikur toka poshtë saj të kishte marrë frymë. Elira u kthye nga vëllai. Është përsëri ajo, po. Duhet ta mbyllim një herë mirë. Ata morën llampat e vjetra dhe zbritën ngadalë poshtë shkallëve. Bodrumi i ftohtë kishte një aromë të rëndë dhe të kalbur. Dyshemeja ishte mbuluar me pluhur, por në qendër ende dukej rrethi i vjetër me simbole të çuditshme, tashmë i qarë, i njollosur me ngjyrë të zezë. Në momentin që Elira vendosi këmbën në mes të atij rrethi, dritat u fikën. Një erë e akullt i përplasi në mur. Dëgjuan një zë që vinte nga errësira, i thellë si nga toka. Jus duhet të kishit hapur varin tim. Zëri ishte i njëjtë me atë që kishin dëgjuar netët e fundit në ëndra, zëri i babait të tyre. Elira bërtiti, por Ardiani e kapi fort nga krahu. Mos lëv. Mos e ndërprit, tha ai me zë të lartë.
Duhen lexuar fjalët e fundit nga ditari, ajo e hapi librin, duart I dridheshin. Dëgjoi. Mallkimi mund të shuhet vetëm kur ai që ka gjakun tim pranon fajin tim. Duhet të më varrosni aty ku më vran, jo aty ku më gjetën. Elira ngriti syt, nëse kemi varrosur në vendin e duhur, kështu pra pëshpëriti Ariani. Prandaj nuk ka gjetur paqe. Në atë moment, një hije e zezë filloi të formohej në ajër pikërisht mbi rrethin e gjakut. Ishte turbull, por me konturet e fytyrës së një burri, Elira ndjeu si ngriu gjaku, baba hija u drodh. Zëri u bë më I qartë, ju se dini çfarë bëra më detyruan në atë natë për të shpëtuar ju, unë dhash diçka tjetër. Nuk vdisha nga njerëzit, por nga ajo marrëveshje. Tani të dy po qanin, por nuk guxonin të afroheshin. Hija I rrethoi me ajër të ftohtë dhe librat, shishet, çdo gjë në bodrum filloi të dridhej. Papritur, Elira kujtoi diçka. Në ditar kishte një simbol që përshkruante një varr të fshehtë, pranë lumit të vjetër, aty ku babai punonte si roje nate, ajo e kapi dorën e Arianit. Duhet të shkojmë atje. Duhet ta bëjmë tani, ata dolin me nxitim në mesnatë. Qielli kishte filluar të shkrepet, një shi I dendur binte si për pastrim. Mbërritën të lumi ku toka ishte e butë, dhe atje, poshtë një lisi të madh, pa një pllak të vjetër gurime iniciale ky është, tha Elira me zë të ulët, ata filluan të gërmonin me duar, pa frikë nga balta. Brenda pak minutash dolën disa eshtra të mbuluara me një pëlhur të zezë, në qast era pushoi. Dhe zëri që I kishte ndjekur javë të tëra u dëgjua për herë të fundit. Tani më në fund jam në vendin tim. Drita e agimit preku fytyrat e tyre. Lumi kishte pushuar së rrjedhuri për pak qaste, sikur edhe ai të ndalonte për të dëgjuar. Elira uli kokën mbi tokë dhe përshpëriti një lutje që se kishte mësuar kur, në atë qast, një ndjenjë pashje përfshiu ajrin. Për herë të parë, shtëpia e tyre, që dikur gumzhinte nga të ftohtit duke e qetë, disa ditë më vonë, pasi gjithçka u qetësua, Elira mori ditarin dhe e hodhi në zjarr shkronjat u zhduken, por në fund, ndërsa fletët digjeshin, një fjalë e vetme u duk për pak qaste në ajër, sikur dikush ta shkruante me flak. Mëkatet e baballarëve nuk I ndjekin bijt, veç nëse I kërkojnë vetë. Elira qeshi mes lotësh në sytë e saj, më në fund nuk kishte më frikë. Vetëm dritë, por, ndërsa po largohej nga shtëpia, një aromë e lehtë e dyllit u ndje përsëri në ajër dhe në dritare, për një çast të shkurtër, u pasqyrua hija e një burri që buzëqeshte me qetësi, ishte babai I lirë. Zgjimi I të mallkuarit nata ra përsëri, mbi fshatin e heshtur, por këtë herë as qen nuk lehen, as era nuk fryu. Një qetësi e rënd e panatyrshme mbulonte çdo shtëpi, sikur ajri I vetë dinte që diçka e tmerrshme kishte ndodhur. Shtëpia e familjes Hoxha, që diku kishte qenë plot dritë, tashmë duke si një rënoje gjallë, dritaret e mbyllura me dërasa, timi I zi që dilte nga oxhaku, edhe pse zjarri ishte fikur, dhe muret që dukeshin sikur merrnin frym ngadalë brenda, Elira rrinte ulur në dysheme, me syt bosh dhe duart e përgjakura. Ajo nuk e dinte më nëse ishte natë apo ditë. Nëna Mimoza kishte rënë në një gjendje që s'ishte as gjumë, as jeta. Rrinte shtrirë në shtrat, dhe përshpëriste pa pushim. Mos e lër të hyje, Ardiani I vetmi që ende kishte forcë të qëndronte në këmbë, rrinte në obor përballë varrit të hapur. Drita e hënës binte mbi baltën e zezë që lëvizte lehtë si të kishte jetë. Gjurmët që kishin parë një natë më parë nuk ishin zhdukur, përkundrazi tani ishin më të thella, sikur dikush kishte hyrë e dalë disa herë, ai u përkul dhe pa diçka të vogël mbi dhe. Një cop unaz. Ishte unaza e babait të tij, ajo që e kishte mbajtur gjithmonë në dorë të majt. Por unaza ishte ftohtë, aq sa kur e preku, ndjeu sikur akulli I hyri në gjak, papritur një zë I njohur I ngjyrë e thirrri nga pas, ardit ai u kthye. Në prag të derës qëndronte babai ose ajo që dukej si ai. Veshur me rrobat që kishte veshur ditën e aksidentit, por fytyra I kishte ndryshuar. Ishte më e gjatë, më e errët dhe syt nuk kishin dritë. Vetëm një boshllëk gri, si hi, baba përshpëriti ai, pse më zgjove, tha hiezimi. Unë isha në qetësi. Ardiani u tërhosh ngadalë, por toka në këmbët e tij filloi të dridhej. Nga vari doli tymi I trash dhe I ftohtë që u përhap në obor duke mbështjell gjithçka. Ai tym nuk kishte erë zjarri, kishte aromë dheu, gjaku dhe metal I kalbur. Nga dritarja e katit të dytë, Elira pa gjithçka. Ajo filloi të bërtiste, por zëri nuk I dilte. Një dorë e padukshme e mbërtheu përfiti.
u përpoq të qlirohej, por sytë e saj pan diçka që e ngriti nga frika. Pas pasqyrës së dhomës, një fytyrë gruaje e vjetër dhe e njohur e shikonte drejt, ishte gjyshja, por ajo kishte vdekur 20 vjet më parë, Elira u rrëzua. Pasqyra u qa në qindra copa dhe nga secila copë doli një sy i errët që lëvizte. Dhomën e mbuloi një zhurmë që s'ishte as ulërim, as frym, ishte si britma e qindra shpirtërave që kërkonin dalje. Në obor, gëzimi i afrohej djalit nga dalë. E kupton tani? Nuk isha unë në varë. Ai ishte dikush tjetër. Ai që mora me vete. Kush baba? Pyeti Ardiani, me zërin që i dridhej hoxha i vjetër. Ai që u dëgj gjallë këtu, para nesh, ai që mallkoi këtë tokë. Në atë moment, toka nën këmbët e tyre u qa dhe një dritë e kushe si flak feri shpërtheu nga thellësia. Një dorë tjetër u shfash nga balta e djegur me lëkur të grisur që kërkonte të tërhiqte gëzimin poshtë. Jo përsëri u lëriti ai, jo përsëri në errësirë. Ai u kthye djalit, mbyllë varrin, mos e le të dalë. Ai do të marrë gjithçka, trupat, mendjet, shpirtin. Ardiani mori lopatën dhe filloi të hedhte dhe mbi hapësirën që po përhapej. Por çdo grush toke që hithej zhdukej si të gëlltitej nga toka vet. Një zë tjetër, më i thellë, më i rënd, doli nga poshtë. Ju më keni zgjuar. Tani, nuk mund të më varrosni më. Nga thellësia e qarjes filluan të dalin figura, hijet e fshatarëve të vjetër që dikur ishin zhdukur pa gjurmë. Të gjithë kishin sy bosh dhe gojë të hapura, nga ku dilte vetëm tym. Elira që kishte zbritur poshtë pas e njeriu që dukej si babai i saj po fillonte të tretet. Lëkura i binte copa, zëri i qahej në mes fjalëve. Ai më mori unë isha ai, unë s'kam pushuar kur, një erë fort i hodhi të tre për tokë. Nga obori, kumbulla e vjetër u shemb dhe poshtë saj, u shfash një derguri, një hyrje e vjetër që askush nuk e kishte parë më parë. Mbi të ishin gdhendur simbole që askush nuk i kuptonte, mimoza që më në fund kishte dalë nga shtrati, doli jashtë duke mbajtur një qiri të vjetër në dorë. E mbaj mend tani të pëshpëriti ajo. Para se gëzimi të vdiste, ai më tha, mos e prek derën e kumbullës, sepse ajo nuk çon në tokë, por në ferë. Ardiani ndjeu frymën e ftohtë që vinte nga ajo derë. Brenda dëgjoi një zë që pëshpëriste, një shpirt për një tjetër, hapeni dhe unë do të ndalem. Në ajër, çdo frym kishte marrë formë. Shtëpia filloi të bjerë, dritat shpërthyen dhe toka filloi të përpinte çdo gjë rreth e qark. Elira me lot në sy, mori dorën e nënës, duhet ta mbyllim për jetë, me gjakun ton. Ato të dyja i afruan duart mbi gurin e derës dhe i pren me thikë. Gjaku i tyre ra mbi simbolet e lashta dhe për një çast gjithçka ndaloi. Hestje, asnjë frym, pastaj nga brenda derës një ulërim shpërtheu, aq e fortë sa qielli vet u ndriçua me flak të kushe. Një dritë e bardhë i përpiu të tre, dhe gjithçka u shtuk. Kur mëngjesi erdhi, fshati ishte bosh, as shtëpia nuk ekzistonte më. Vetëm një grope e madhe e mbuluar me mjegull, dhe në mes të saj, një var i ri, pa emër, por njerëzit që kalonin andej betoheshin se netëve me hënë dëgjonin një zë gruaje që pëshpëriste nga thellësia e dheut. Ne e mbyllëm, por ai nuk fjeti kur. Zbulimi dhe mallkimi i funditera frynte e ashpër atë mëngjes, sikur të donte të fshinte çdo gjurmë të asaj nate që kishte ndryshuar gjithçka. Shielli ishte i zymt me rre të dendura që shtriheshin mbi fshat si një mbulesë plumbi. Brenda shtëpisë së vjetër të familjes Hoxha, tymi i qirinëve ende mbante erën e dyllit dhe aromën e rënd të lagështirës që vinte nga muret. Elira, e ulur pranë dritares, mbante në duar librin e vjetër që kishte gjetur pranë varrit të babait. Kapakët e tij të trash prej lëkure ishin të përpirë nga koha, por brenda faqet ruanin një histori që asnjë prej tyre nuk e kishte imagjinuar. Ishte një ditar, me shkrimin e gëzimit, babait të tyre, zemra i rrithë fort, ndërsa i lexonte rreshtat e parë. Në çdo fjalë kishte diçka të errët, diçka që dukej se nuk ishte shkruar nga një njeri i zakonshëm. Në fashën e parë, gëzimi kishte shkruar: nëse ndonjëherë ky ditar hapet, e keqja do të zgjohet. Nuk më vran njerëzit, por fjalët që thash dhe gjërat që pash. Ai që i lexon këto rreshta, le ta dije, mëkati nuk është në varr, por në gjak. Elira ndjeu një të ftohtë që i përshkoi shtyllën kurrizore. Në atë çast, dera e dhomës u hap me një krisje të fortë. Ardiani hyri brenda, fytyra e tij e zbehtë, sytë e fryrë nga pagjumësia. Lexove diçka? Pyeti ai me një zë të dridhur. Po,
A I shkruante për një mallkim të gjakut. Thoshte që babai ynë kishte bërë një marrëveshje me diçka, Arjani uli kokën. A I e dinte tashmë diçka që nuk kishte guxuar ta thoshte. Elira, ti kujton natën para se të vdiste babai? Kur ra ajo furtunë e madhe, po ishim fëmijë dhe dëgjuam një ulërim që vinte nga bodrumi. Ai pshertiu, ajo nuk ishte ulërim në erës. Ishte babai duke bërë diçka. Në atë kohë, isha vetëm 8 vjeç, por e pash nga shkallët. Ai po fliste me dikë që nuk shihej. Dhe në dysheme kishte vizatuar një rreth me gjak. Elira u ngrit me njëherë në këmbë, librin e mbajti fort në duar. Do të thotë që ai e solli mallkimin vet, jo, tha Arjani duke ngritur kokën, ai po përpiqej ta ndalonte. Një zhurmë e thellë u dëgjua nga poshtë nga bodrumi. Shtëpia u drodh, sikur toka poshtë saj të kishte marrë frymë. Elira u kthye nga vëllai, është përsëri ajo, po. Duhet ta mbyllim një herë e mirë. Ata morën llampat e vjetra dhe zbritën ngadalë poshtë shkallëve. Bodrumi I ftohtë kishte një aromë të rëndë dhe të kalbur. Dyshemeja ishte e mbuluar me pluhur, por në qendër ende duke I rrethi I vjetër me simbole të çuditshme. Tashmë I qarë, I njëllosur me ngjyrë të zezë, në momentin që Elira vendosi këmbën në mes të atij rrethi drita tu fikën. Një erë e akullt I përplasi në mur. Dëgjuan një zë që vinte nga errësira, I thellë si nga toka. Jus duhet të kishit hapur varin tim, zëri ishte I njëjtë me atë që kishin dëgjuar netët e fundit në ëndra, zëri I babait të tyre. Elira bërtiti, por Arjani e kapi fort nga krahu. Mos lëf, mos e ndërprit, tha ai me zë të lartë. Duhen lexuar fjalët e fundit nga ditari, ajo e hapi librin, duart I dridheshin. Dëgjoi. Mallkimi mund të shuhet vetëm kur ai që ka gjakun tim pranon fajin tim. Duhet të më varrosni aty ku më vran, jo aty ku më gjetën. Elira ngriti syt, nëse kemi varrosur në vendin e duhur, kështu pra pëshpëriti Arjani. Prandaj nuk ka gjetur paqe. Në atë moment, një hije e zezë filloi të formohej në ajër pikërisht mbi rrethin e gjakut. Ishte e turbull, por me konturet e fytyrës së një burri, Elira ndjeu si ngriu gjaku. Baba hija u drodh. Zëri u bë më I qartë. Ju se dini çfarë bëra më detyruan në atë natë për të shpëtuar ju, unë thash diçka tjetër. Nuk vdisha nga njerëzit, por nga ajo marrëveshje. Tani të dy po qanin, por nuk guxonin të afroheshin. Hija I rrethoi me ajër të ftohtë dhe librat, shishet, çdo gjë në bodrum filloi të dridhej. Pa pritur, Elira kujtoi diçka. Në ditar kishte një simbol që përshkruante një varr të fshehtë pranë lumit të vjetër, aty ku babai punonte si roje nate. Ajo e kapi dorën e Arjanit. Duhet të shkojmë atje. Duhet ta bëjmë tani. Ata dolën me nxitim në mesnatë. Qielli kishte filluar të shkrepet. Një shi I dendur binte si për pastrim. Mbërritën te lumi ku toka ishte e butë. Dhe atje, poshtë një lisi të madh, pa një pllak të vjetër guri me inicialet G. Ky është, tha Elira me zë të ulët. Ata filluan të gërmonin me duar, pa frikë nga balta. Brenda pak minutash dolën disa eshtra të mbuluara me një pëlhur të zezë. Në qast era pushoi. Dhe zëri që I kishte ndjekur javë të tëra u dëgjua për herë të fundit. Tani më në fund jam në vendin tim. Drita e agimit preku fytyrat e tyre. Lumi kishte pushuar së rjedhuri për pak qaste, sikur edhe ai të pëndalonte për të dëgjuar. Elira uli kokën mbi tokë dhe përshpëriti një lutje që se kishte mësuar kur në atë qast, një ndjenjë pashje e përfshiu ajrin. Për herë të parë, shtëpia e tyre, që dikur gumëzhinte nga të ftohtit duke e qetë disa ditë më vonë, pasi gjithçka u qetësua, Elira mori ditarin dhe e hodhi në zjarr. Shkronjat u zhduken, por në fund, ndërsa fletët digjeshin, një fjali e vetme u duk për pak qaste në ajër, sikur dikush ta shkruante me flak. Mëkatet e baballarëve nuk I ndjekin bijt, veç nëse I kërkojnë vetë. Elira qeshi mes lotësh në sytë e saj, më në fund nuk kishte më frikë. Vetëm dritë, por, ndërsa po largohej nga shtëpia, një aromë e lehtë e dyllit u ndje përsëri në ajër dhe në dritare. Për një çast të shkurtër u pasqyrua hije e një burri që buzëqeshte me qetësi. Ishte babai I lirë. Shtëpia që nuk harroi kanë kaluar 12 vite, që nga ajo natë lumi nuk rrjedh më si dikur. Rruga që dikur përshkohej çdo ditë është mbuluar me bare harres. Në mes të pyllit, shtëpia e vjetër e familjes Hoxha qëndron e heshtur, e mbuluar nga miku dhe koha e Lira, tani një grua e pjekur, kthehet për herë të parë që nga ajo ditë e mallkuar, në dorë mban një zarf të vjetër që e kishte gjetur pas vdekjes së Arjanit. Ai kishte ndëruar jetë papritur një vit më parë, në gjumë pa shenja dhune, pa arsye mjekësore.
por në dorën e tij kishin gjetur të gdhendur me thoni fjalët: "Ai është kthyer." Kjo ishte arsyeja pse Elira kishte ardhur sërish. Ajo nuk donte të besonte, por në thellësi të shpirtit e ndjente që historia nuk kishte mbaruar, shtëpia e priti me heshtje. Dera u hap me një kërcitje që kujtoi fëmijërinë. Brenda çdo gjë ishte ashtu siç e kishin lënë. Karrigia e drunjt, qiriri i shprir dhe murmurima e erës që futej në nder si dikur. Elira ecën drejt bodrumit me hapa të kujdesshëm. E dinte se atje kishte filluar gjithçka. Në murin përballë, drita e zbeth e llampës ndriçoi diçka të re, një simbol i vizatuar me ngjyrë të kuqe. I freskët ajo u ndal. Zemra filloi t'i rrithe si daulle. Në dysheme kishte një copës letre të grisur dhe në të, me shkrim të ngjashëm me të babait, ishte shkruar vetëm një fjali: "Çdo mëkat lë pas një trashëgimtar." Elira e mori letrën me duar që i dridheshin. Në çastin kur e preku, ajri në bodrum u bë më i ftohtë, qiriri u fik. Nga errësira një frymë e thellë e njohur kaloi pranë saj. Ajo e ndjeu nuk ishte fantazm, por diçka më e vjetër, më e lashtë se çdo shpirt. Një zë i përshpëritur u dëgjua në ajër. "Ti e shpëtove baban, por kush do të shpëtojë ty?" Dhe pastaj heshtje. Elira ra në gjunjë. Ajo e kuptoi se mallkimi nuk kishte të bënte me eshtrat, as me libra. Ishte diçka që jetonte në gjak, që kalonte brez pas brezi, që ushehej me kujtesë. Pas disa minutash, ajo u ngrit, doli nga shtëpia dhe mbylli derën pas vetes. Nuk theu më kokën mbrapa, edhe pse ndjeu qartë se diçka po e shikonte nga dritarja. Kur arriti në fshat, shkoi drejt varit të babait. Vendosi mbi të një trëndafil të zi, era fryu lehtë dhe vari u mbulua me pluhur, por ndërsa largohej, vurire diçka që se kishte parë kur më parë. Një gur i vogël në cep të varit kishte dalë mbi tokë dhe mbi të gdhendur thellë shkruaj një emër që se njihte: Arjan Gëzimi Hoxha. Sytë e saj u zgjeruan. Arjan ishte emri i djalit të saj, i lindur pas gjithë asaj historie. Ajo kur nuk ja kishte treguar askujt për të. Jetonte larg në qytet. Si mund të ishte shkruar këtu, mbi varrin e babait të saj? Para se ai të lindte, Elira u tërhoq disa hapa mbrapa, frymëmarrja ju ndal, lumi përreth nisi të rrjedhë më shpejt. Era u kthye, një ulërim e njohur përshkoi ajrin, pastaj nga larg, nga rruga që çonte në qytet, dëgjoi tingullin e një zëri fëmie që thërriste. Mami, mami, ku je? Zëri vinte nga hiri i largët, i përzier me erën e ftohtë. Ajo ngriti syt drejt qiellit gri dhe kuptoi. Historia kishte filluar përsëri. Një rreth që nuk do të mbyllej kur. Në horizont shtëpia e vjetër ndriçonte me një dritë të zbeth nga një dritare e vetme, dhe në atë dritare hije e një buri që ndronte pa lëvizur, duke buzëqeshur. I njëjti buzëqeshje që kishte pasur babai, Gëzimi, atë natë 15 vite më parë, kur e varrosën për herë të parë. Mallkimi nuk kishte vdekur, thjesht kishte gjetur një trup të ri për t'u rikthyer.